respektoj atë dhe historinë e familjes së Fatosit. Tash nuk kemi çare pa u kthyer te kjo gjunga e polarizimit edhe me mbyll me këtë. Nuk ka çudi që respekton Merika Garbolla. Nuk ka çudi. Nuk kam çudit, sepse nuk ka larg kohë kur ajo ka pas mendime dhe qëndrime të njëjta. Si për Hashimin, si për Rexhen, si për Kadrin apo Jakupin. Kështu që nuk ka çudi. Çka ka çudia e madhe që janë listë për deputet. Kjo është çudia e madhe. Qysh munden me qenë ata në listë për deputet? Qysh mund me qenë listë për deputet kur njëri nga ta është duke u përballë me këtë situatë. Kur bëjmë njëri nga ta, po i them në kuptim politik. Njëri nga ta është duke u përballë me këtë situatë, dhe ata fusin listë njerëz të cilët kanë mendime dashakece, mendime kopshme për historinë e Kosovës dhe për ata si individ. Zoti Thaçi, president Thaçi, ka bo dëbëmat e tij. Dëbëmat e tij janë skalitura në libret e historisë. Janë protagonizëm real i çlirimit të Kosovës. Ndërtimit, misionet për çlirimin e Kosovës. Çka është jo shpesh herë, dhe ndoshta mund të jenë raste të rralla, kur një person që përpos angazhimit vet të madh për liri, fati, angazhimi, zoti, kush dush, për kufizoje, e bën edhe ta bëj shpalljen e pavarësisë. Kushdo